Tani, nëse e kam thënë unë gabim, kërkoj ndjes. E pranoj nëse ke thënë gabim. Nëse e kam thënë gabim. E pranoj nëse ke thënë gabim. Unë nuk të thash as i gabim, se punën tënde e ke brenda. E kupton? Kaq. Do të thënë e ke brenda shtëpisë më vëlla. Ora vari si e kupton njëri, s'e kuptoj një gjë tjetër. E kupton? Punën e ke ti te lavamani. E zën. Të bëj çfarë do të thonë. E kuptove? Nëse ta kam thënë në formë gabumet, kërkoj ndjes. Herë tjetër çdo punë tënde do ta them në formë të korrekte. E kupton? Po unë fola për Kristin, fakt nuk fola për Kristin. Se Diego do të thonë, talojnë vetë me kuptu, me keç kuptu i diçka që e shpreh, sepse nuk flas, s'ka marrë Big Brother më fol me kujt. Jo, vin ta mimika fytyrë që se di se kuptoj. E para dhe e fundit. Unë po të thash një llav ta them gabim, po me kujt unë s'flas më asnjë se s'më intereson asnjëri këtu. E kupton? Asnjëri s'më intereson. I kam punën e mia në Terezi total o plak. Vërtet po. Nga aja të zhja, është shpirti vllaj. E kam 100 veta jashtë. Ky është problemi. S'është problem fare këtu. Ky është problemi. Nuk kam hallur këtu mrena. Ky është problemi. Unë kam marrë me dhënë mesazh tjetër, s'kam marrë më marrë me ty. Jepe mesazhin. Po pra, s'kam marrë më marrë me ty. Po jep mesazhin e gabuar, sepse ta thash gabim kërkoj ndjes.